Miqtë Media Ngjallje, jemi në një intervistë të veçantë, jemi këtu në ambientet e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë. Jemi me profesoreshën Katerina Kore. Profesoresh, ju falenderojmë shumë. Yes. Përshëndetje. Dear friends of our Media Ngjallje, we are with the Professor Katerina Kore, and we have this interview in the close to the Academy of Science of Albania. Professor, thank you so much for being with us today. You are in the Byzantine Conference here, first time that is organizing such conference. What is the meaning of this conference? What is the importance of such conferences that we organize in Tirana? Telling the truth, is the first time, the first conference, such conference of Byzantine times. Είναι πολύ σημαντική η σημερινή... Është shumë i rëndësishëm ky takim i sotëm sepse e vendos përsëri Shqipërinë në hartën, aty ku i takon, domethënë brenda kufive të saj, të asaj që quhet botkuptimi apo bota bizantine. Por çfarë përmban bota bizantine? Pa humbur identitetin e saj të veçantë si një rajon, do të thotë që ka ekzistuar dhe vazhdon të jetë shoqëri kunguese dhe do t'ju them çfarë do të thotë shoqëri në kuptimin e kishës, por edhe në kuptimin e kulturës, qytetërimit, të një pasurie kulturore që nuk është zhdukur nga këto hapësira. Por për arsye të peripecive të shumta, ka humbur gjurmë te kujtesa kolektive e njerëzve këtu në Shqipëri, por dua të them, ka humbur gjurmë edhe tek kujtesa kolektive e njerëzve në Greqi. Çfarë në kuptoj me këtë? Që shqiptarët e sotëm e kanë humbur në një shkallë të madhe për shkak të lëndëve historike, kanë humbur lidhjen me ato pasuri të identitetit të tyre që janë bizantin, sepse nuk e kanë kultivuar në lëndët historike, ndërsa në Greqi, publiku i gjerë nga ana e tyre kanë humbur faktin që Shqipëria përbënte pjesën e perandorisë bizantine dhe vazhdon të ketë elemente bizantin. Dhe ata kanë një qasje ndaj botës shqiptare, sikur ajo thjesht ka diçka të jashtme, si diçka ballkanike, madje bizantine të vonë, ose më saktë pas bizantine, ndërsa nuk është kështu. Çfarë dua të them? Ndajmë së bashku të njëjtën pasuri kulturore të paçmuar, e cila është pasuria bizantine. Dhe do të duhet që edhe ju, edhe ne, të gjithë të thellohemi pak në kohë për ta rigjetur. Aty edhe takohemi. Pra pikërisht, ky është rast që na jep konferenca të rigjejmë të kaluarën tonë të përbashkët. Por nga se përbëhet kjo e kaluar? Nga të dhënat e jetës sonë të përbashkët të së përditshmes, të dhënat historike të përbashkëta të kujtesës sonë të ngjarjeve, të themelit tonë të krishterë, të themelit të besimit tonë ortodoks dhe sigurisht të dhënat nga kuptimi ynë i përbashkët mbi legjislacionin, të pasurisë juridike, pavarësisht ndryshimeve vendore dhe të dhënave të referencave kulturore tona të përbashkëta. Këto i ndajmë bashkë në këtë konferencë, që guxon të jetë konferencë bizantine në zemër të Shqipërisë, dhe kjo do të thotë një kthim në një pikë takimi, i cili është i rëndësishëm, është historik, është i përjetshëm, por që e kemi humbur procesin e her pas hershëm të ndajmë me njëri tjetrin. Το κοινό μας παρελθόν, το οποίο από τι αποτελείται? Από στοιχεία στην καθημερινή μας ζωή κοινά. Στοιχεία κοινά στις μνήμες μας ως προς τα ιστορικά γεγονότα. Το χριστιανικό μας υπόβαθρο, έτσι, το ορθόδοξο χριστιανικό μας υπόβαθρο. Και βέβαια στοιχεία από την κοινή μας αίσθηση της νομοθεσίας, του κεφαλαίου του δικαϊκού, πέρα από τις τοπικές διαφορές, έτσι, και στοιχεία από τις κοινές πολιτισμικές μας αναφορές. Αυτά τα μοιραζόμαστε και το συνέδριο αυτό που τολμά να είναι βυζαντινό μέσα στην καρδιά της Αλβανίας σημαίνει την επιστροφή σε ένα σημείο συνάντησης, το οποίο είναι σημαντικό, είναι ιστορικό, είναι προαιώνιο, αλλά το έχουμε απολέσει στη διαδικασία των μοιρασμάτων, των διαδοχικών. Έτσι. Professor, I have heard some historians in Albania that they speak about this period of time, the Byzantine time. They called it Dark Ages, but there are some of them because some of the others doesn't mention at all, especially the young historians. But during the last years, we have seen even from the Academy of Science that the new academic persons have been part of the Academy of Science in Albania, and they are bringing back again so they are making the people to know about the history of Byzantine Empire.
Can we call it dark times, or it's not the right word calling because when we see the cathedral and the churches of the Byzantine time, which we have in Albania, a lot of them, we have in the north, but also in the south of Albania, in the center of Albania also, in the Muzeqa, we have churches during the Byzantine times, which when you go inside, and then we talk in our interview, we talk about the frescoes, iconography during the Byzantine time and after Byzantine time. But why this time is not a dark age? This is not a dark period during the Byzantine. But as we see in the churches, is wonderful ages, I may say. It's most wondrous ages of our time, according to the history. Έχετε δίκιο. Υπάρχει μια μεγάλη παρανόηση, το οποίο ξεκινάει με το τι εννοούμε όταν λέμε σκοτεινοί αιώνες, δηλαδή μεσαίωνα. Keni të drejtë, ekziston një keqkuptim i madh që nis me çfarë kuptojmë kur themi shekuj të errësirës, do me thënë mesjet. Siç keni dëgjuar, kur I referohemi periudhës bizantine të Shqipërisë, shpesh nuk I themi periudha bizantine e Shqipërisë, por e quajmë periudha mesjetare. Pse? Sepse ekziston keqkuptimi që mesjeta është ideologjike, do me thënë që mesjeta është e përçmuar nga ana kulturore, apo një periudhë që nuk ka burime, që bota është në një regres, pra një situatë e ashpër që është e parëndësishme, përrjedhoi pa ndonjë interes kulturor që nuk ja vlen t'i hedhim një vështrim asaj periudhe. Ky është një keqkuptim I madh dhe I ndërlikuar. Periudha mesjetare e Shqipërisë nis shumë herët prej lashtësisë së vonë, ashtu si edhe nga pjesa tjetër e perandorisë romake I lindjes, një periudhë ndritshme, pikërisht me ato që ju përmendët. Kisha të shumta ndërtohen, krijohen lidhje të reja, krijohen komunitete të reja, ekziston një lulëzim, lëvizje të njerëzve, të tregtisë, njerëz që kalojnë nga një komunitet në tjetrin, zhvillohen, transmetojnë kodik, zhvillojnë literaturën, zhvillojnë artin, agjeograf që ikonografojnë kisha. Pra, nuk është një periudhë që nuk ka interes. Ju në Shqipëri, dhe them ju sepse është pasuria juaj kulturore, një kapital I paçmuar që ruani, një pasuri të madhe kulturore bizantine dhe jo vetëm në jug, siç flasim në Greqi, pavarësisht se kemi treguar më shumë vëmendje, por edhe në Shqipërinë qendrore dhe në Shqipërinë veriore. Kishat në periudhën bizantine dhe kur themi periudhë bizantine, siç ju e njihni mirë, ndahet në 3 pjesë. Pjesa e parë fillestare, pjesa e mesme dhe e vonë. Kështu ekzistojnë kishat të periudhës së parë që janë shumë të rëndësishme, sepse në hapësirën tjetër të perandorisë, në territore të tjera të saj, nuk ruajnë gjithmonë shembuj të arkitekturës së ndërtimeve të kishave, madje të kishave të hershme. Pra, dhe vetëm kjo përbën një shembull që njerëzit lëvizin në këtë periudhë, nuk ndalojnë së lëvizuri, nuk ndalojnë së krijuari, dhe kjo është shumë e rëndësishme, sepse përkthehet në ndërtesa kishtare apo edhe në ndërtesa të administratës publike. Pra nuk ndalon të prodhoj pasuria, kapitali I paçmuar kulturor bizantin, do me thënë, ideologjia të lër gjurmë tek ndërtesat, religioni, besimi të lartë, gjurmë tek tempujt kishtar. Pse themi, për parantez, zografi historizon të ikona, kishën përmes ikonave, sepse kjo ishte ABC-ja, abetarja, e njerëzve për shtresën e mesme. Analfabetizmi ishte shumë I madh në të gjithë Europën, jo vetëm në pjesën lindore të perandorisë. Në shtetasi apo qytetari I shtresës së mesme të perandorisë, çfarë bënte? Lexonte ikonat në kish dhe mësonte besimin, dogmat e prehistorisë së ikonizimit të zografit me anë të gjuhës që mësonin komunitetet shqiptare veriore, qendrore dhe jugore, gjuha e përbashkët që ishte ajo bizantine. Γιατί λέμε, κάνω μια παρένθεση στο ναό, ότι ο ζωγράφος ιστόρισε την εικόνα. Γιατί ήταν η αλφαβήτα του μέσου κόσμου. Ο αναλφαβητισμός ήταν πολύ μεγάλος, οπουδήποτε στην Ευρώπη, όχι μόνο στην Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Ο μέσος υπήκοος της αυτοκρατορίας τι έκανε? Διάβαζε, σε εισαγωγικά, τις εικόνες στην εκκλησία και μάθαινε την πίστη και το δόγμα από το ιστόρημα, την ιστόρηση που έκανε ο ζωγράφος. Και η γλώσσα που μάθαιναν οι κοινότητες
οι αλβανικές και του Βορρά και της Μέσης και της Νότιας Αλβανίας. Ήταν η κοινή γλώσσα η βυζαντινή. Τώρα βέβαια έχουμε το εξής πρόβλημα με... Sigurisht, tani kemi këtë problem në hapësirën shqiptare të Bizantit. Janë të pakta burimet tona të shkruara, dhe kjo ka krijuar imazhin se nuk kanë qenë të zhvilluara komunitetet këtu, apo nuk ka qenë e fuqishme prania bizantine këtu. Por njohim si nga burimet të shkruara që ekzistojnë, të paktën nga shekulli 11 me Mihaila Taliatin dhe Ana Komnena, që ekzistonte një seli provinciale administrative, katedër e fuqishme. Durrësi ishte them e një rëndësie të madhe të veçantë në shekullin 11, sepse ishte kufiri i botës perëndimore me lindjen. E skajt më perëndimor, kufiri ndarës me botën barbare perëndimore, e asaj bote që ishte krijuar prej efektit domino të popujve barbar që zbritën në mesjetën e hershme në perëndim, të cilët shkatëruan perëndorin romake të perëndimit. Pra, ky kufi është kufiri skajor, por edhe porta hyrëse e perëndorisë bizantine. Prandaj është kaq i rëndësishëm. Durrësi përbën një nyje të rëndësishme ku mbërrinin anijet, shkërkoheshin mallra dhe përmes rrugës Egnatia, kalonte në Selanik dhe arrinte deri në zemër të perëndorisë në Konstantinopoj. Prandaj është krejtësisht naive nëse themi që kjo hapësirë nuk ka qenë e gjallë apo se ishte e shkëputur prej qendrës së perëndorisë. Kështu edhe si një port pararoje perëndorisë, ishte ekspozuar ndaj sulmeve të shumta. Ishte qyteti i parë që shkatërohej prej barbarëve, dyndjeve të tyre sa herë zbrisnin për në këtë port të dëgjuar për të dëmtuar perëndimin. Durrësi ishte gjithmonë objektivi i tyre, dhe në të vërtetë Durrësi shkatërrohej her pas here, që nga mesjeta e hershme, prandaj dhe vazhdimisht fortifikohej. Pra, për këtë duhet edhe prandaj vi në këtë konferencë që të rivendoset gjithë kjo hapësirë shqiptare, brenda asaj që ne e quajmë kultura bizantine, literatura bizantine dhe jo thjesht kronologjikisht me një titull qarkullues, kulturë mesjetare. Prandaj Shqipëria ishte bizantine, sepse ka ruajtur gjurmë bizantine pa humbur dhe e theksoi, që të mos keq kuptohem, pa humbur veçoritë e saj vendore, pa humbur identitetin e saj vendor nga njëri skaj në tjetrin, dhe jo vetëm jugu, jo vetëm Shqipëria qendrore, por e gjithë Shqipëria. Όλος ο χώρος αυτός ο αλβανικός μέσα σε αυτό που λέμε βυζαντινό πολιτισμό, βυζαντινά γράμματα και όχι απλά χρονολογικά τιτλοφορούμενο μεσαιωνικό πολιτισμό. Έτσι. Η Αλβανία ήταν βυζαντινή, η Αλβανία διατηρεί το βυζαντινό αποτύπωμα, έτσι, χωρίς, τονίζω για να αποφύγω παρεξηγήσεις, χωρίς να χάνει τις τοπικές της ιδιαιτερότητες, χωρίς να χάνει την τοπική της ταυτότητα, από άκρου εις άκρον. Όχι μόνο Νότος, όχι μόνο η Μέση, όλη η Αλβανία. Professor, is it true that the faith, the Orthodox faith, the Church, preserved the Byzantine influence even during the Ottoman times, in all the Balkans? Is it true this? Είναι αξιοθαύμαστη η διατήρηση, όχι μόνο της χριστιανικής θρησκείας, και εδώ υπάρχει κι άλλη παρανόηση. Ruajtja është shumë e admirueshme, e rëndësishme, jo vetëm i fesë të krishterë, sepse edhe në këtë aspekt ka një kyç kuptim tjetër, për ruajtja e besimit ortodoks, pavarësisht peripecive, sepse siç tham, kjo hapësirë ishte pararoja që gjendej gradualisht mes dy rreziqeve, mes dy fuqive të mëdha. Fillimisht me krijimin e atyre që them, dy shtete mesjetare perëndimore, të popujve barbar, që me zgjerim të territoreve, ata zgjeroheshin drejt lindjes. Bizanti ishte të pësuar në shekullin 11 dhe në vazhdim për arsye të problemeve të ndryshme. Herë mund t'i përgjigjej përballjeve dhe herë të tjera jo. E admirueshme është se kisha e krishterë u përpoq dhe mundi të ruaj veçanërisht pas skizmës së vitit 1054, të ruaj besimin dhe dogmën ortodokse, pavarësisht se tashmë shteti i krijuar papal përmes kishës katolike kishte nisur të depërtojë veçanërisht ndër vendet bregdetare. Gjithashtu kishte nisur edhe trysnia otomane, pra e myslimanëve, nga rajonet verilindore. Ortodoksët e Shqipërisë, e kishës ortodokse, gradualisht dhe veçanërisht nëpërmjet shekujve 14 dhe 15, u gjendën ndërmjet dy fuqive të mëdha fetare dhe kulturore. E pakonceptueshme është që komunitete, madje të Shqipërisë veriore, bashkësi veriore të organizuara me kritere fetare,
në njohjen e perëndimit ran shpejt në ndikimin latin të kishës latine për të mbijetuar botës myslimane që ishte në ekspansion. U përpoqën ta ruanin, por komunitetet e vogla malore, si për shembull Drishti, kishte ruajtur besimin ortodoks deri në fillim të shekullit 15 dhe kjo nuk është shumë e njohur. Megjithatë, ata e humbën shumë më vonë dhe jo duke hyrë në katolicizëm, por duke u myslimanizuar, sepse thjesht do të zhdukeshin. Fuqia e ndikimit të ekspansionit ishte shumë e madhe. Qartësi, ndikimi i atij që themi elementi helen në jug ishte shumë i rëndësishëm dhe ruajti komunitetet dhe nuk u myslimanizua. Por në veri, me që u gjendën në ndrysninë e madhe të dy fuqive, nuk mundën, prandaj dhe sot aty kemi dy komunitete të mëdha në numër latine, katolike dhe myslimane. Nuk mundën të mbijetonin komunitetet aty, dhe kjo nuk do të thotë diçka, pasi fetaria shumëngjyrëshe e botës shqiptare përkthehet në tolerancë ndaj besimeve të ndryshme, dhe kjo flet edhe në shtypin e kohës së sotme. Por me termat e kishës ortodokse është pika, porta që u godit me mënyrën më të ashpër, por edhe kufiri i territorit bizantin që rezistoi më tepër për mbijetesë. Του ελληνικού στοιχείου στο Νότο ήταν πολύ σημαντική και κράτησε τις κοινότητες και δεν εκμουσουλμανίστηκαν, αλλά στο Βορρά που ακριβώς βρεθήκανε απέναντι και στους δύο πιεσμένες, γι' αυτό και έχουμε πολύ μεγάλες κοινότητες αριθμητικά, δηλαδή είτε λατινικές, καθολικές σήμερα, είτε μουσουλμανικές. Δεν μπόρεσαν οι κοινότητες να διατηρηθούν. Αυτό δεν σημαίνει κάτι. Η πολυχρωμία, ακόμα και η θρησκευτική του αλβανικού κόσμου, μεταφράζεται στην ανοχή της διαφορετικής πίστης. Και αυτό μιλάει ακόμα και στο αποτύπωμα το σημερινό. Αλλά με όρους Ορθόδοξης Εκκλησίας είναι το σημείο που βλήθηκε, δηλαδή χτυπήθηκε κατά τον περισσότερο, το πιο ισχυρό τρόπο, αλλά ήταν και το σημείο που κράτησε και αντιστάθηκε περισσότερο στην επικράτεια τη Βυζαντινή. Professor, you have studied in Venice, you have studied Byzantine and post-Byzantine studies. We have in Albania very rich post-Byzantine churches. We have inside them, we have wonderful frescoes, very beautiful frescoes. We have a lot of artists, famous artists starting with Onufri, with Chetir brothers, with Zografis, all of these very famous personalities of iconography. And I met a professor some days ago at the cathedral. He studied, so he teaches Byzantine studies in Zurich. And he said that when you go, when he had visited Berati, and he said that when I visited Berati, I saw there it was like a museum, a wonderful museum. So even in these dark times, again, let me say, even during the Ottoman times, still the Orthodox faith give to the, not just to the faithful, but give to the society this wonderful, this magnificent work, which today the tourists who have come to visit Albania admire them, and they have very good impressions when they visited. Have you visited the post-Byzantine churches in Albania? And what are your impressions about this? Τις έχω επισκεφτεί και εξακολουθώ να τις επισκέπτομαι και κάθε φορά βρίσκω καινούργια πράγματα. Γιατί οι εκκλησίες, οι ναοί στην Αλβανία και ειδικά προς το I kam vizituar dhe vazhdoj të vizitoj, dhe sa herë që i vizitoj zbuloj gjëra të reja. Pse? Sepse kishat, tempojt në Shqipëri dhe veçanërisht në veri, më lejoni, dua pak më shumë veriun shqiptar, edhe pse përbën një paradoks për një greke si mua, gjithmonë mahnitem, sepse përbëjnë prova të gjalla të këtyre lëvizjeve të artistëve, agiografëve, në të gjithë hapësirën bizantine. Grekët që pikturen kishat, shqiptarët që pikturen kishat me një mënyrë bizantine, besnik në rit, në tipe, besnik në tregim, në paraqitjen dhe ruajtjen e dogmës, doktrinës, dhe kjo tregon një pasurim. Natyrisht në periudha të ndryshme kohore, dhe kjo është një gjë, por gjithashtu është mjaft e rëndësishëm fakti se kodik, prova të shkruara, gjenden vazhdimisht të mbledhura, të ruajtura në hapësirën shqiptare, të cilat gjithashtu, të gjitha këto,
përbëjnë dëshmi të pafalsifikueshme të një prezence, të një pranie këtu, të një lëvizjeje personalitetesh, të kopimeve të teksteve. Kam gjetur shembuj të pasur edhe në bibliotekën kombëtare, përmes një programi së bashku me Institutin Helenik të Studimeve Bizantine dhe Pas Bizantine në Venecia. Pra, në bashkëpunim me Bibliotekën Kombëtare këtu në Tiranë, kemi bërë regjistrimin e kodikëve bizantin dhe pas bizantin që janë të shkruara, jo vetëm në gjuhën greke, por shumë herë edhe kodik dy gjuhësh, disa bizantin, disa pas bizantin. Surprizuese është lënda e pasur, e cila nuk është vetëm kishtare. Është e rëndësishme që në Shqipëri kanë qarkulluar edhe kodik me përmbajtje filozofike, me përmbajtje juridike. Dhe kur them me përmbajtje juridike, ju referohem për ju dhe për dëgjuesit faktit se që nga mesi dhe deri në periudhën e vonë bizantine, ajo që ushtronte pushtetin gjyqësor ishte kryesisht kisha. Nëse do të bëje një shitblerje të vogël pasurie të paluajtshme, apo do të jepje një prik vajzës tënde, nëse do të shkoje në divorc, nëse do të doje të rregulloje trashëgimin, se kush do doje të trashëgonte pas vdekjes trashëgimin tënde, këto e rregullonte kisha me anë të një rregullorie të veçantë nga perëndori bizantin. Legjislacioni ishte që kisha jep drejtësinë, të drejtën familjare, të drejtën mbi trashëgimin e të tjerë. Prandaj, dhe kemi kopje të kodikëve të së drejtës bizantine, që qarkullonin në të gjithë periudhën bizantine dhe pas bizantine në Shqipëri. Prandaj dhe shkojmë në shtrirjen e Armenopolus, ta kopjojnë vazhdimisht, madje dhe shkrues vendor shqiptar. Këta shkrues, autor, shkruanin në greqisht. Siç e dini, gjuha shqipe nuk ishte shkruar deri në shekullin 19, por gjuha shqipe flitej dhe dëgjohej, siç e shkruanin e shtypnin. Kemi kodik të gjuhës shqipe me shkronja greke, e pakonceptueshme. Dhe nga fundi i shekullit 19, fillimi i shekullit 20, kemi fjalor greqisht shqip me shkronja greke që dëgjohej shqip dhe pastaj fjalorin shqip greqisht. Çfarë shembujsh janë këto? Sipas meje, këto janë tregues të bashkëjetesës, tregues të mungesës së diferencave apo diskriminimit. Dhe kisha, besimi ortodoks, kisha ortodokse ishte ura. Nuk ekziston diskriminim të asaj që themi, ndoshta mund t'i hidhërojë disa, por ndjesia e nacionalitetit e të qenurit ndryshe nuk ekzistonte. Natyrisht që kishte filluar të krijoheshin shtete kombëtare, por nga një pikë dhe në vazhdim, nëse nuk shkoje në shoqëri më të vogla, nuk ekzistonin në përditshmërinë e tyre ndryshime që ekzistonin në hartën tashmë të shkruara. Dhe ju kujtoj gjithashtu edhe lëvizjen e fillimit të shekullit 20, lëvizja e bashkimit të dy shteteve të dy hapësirave, sepse u duket e pëlqyeshme studentëve të mi në Greqi dhe ju them se të tjera konjunktura dhe qëllime ndan popujt dhe ndarjet të tjera erdhen nga i ligu. Και η Εκκλησία και το δόγμα, η Ορθόδοξη Εκκλησία σε αυτό ήταν η γέφυρα. Δεν υπήρχε η αίσθηση αυτού που λέμε, μπορεί να δυσαρεστήσω κάποιους, της εθνικότητας, της διαφορετικής. Φυσικά και είχαν αρχίσει να δημιουργούνται τα εθνικά κράτη, έτσι. Αλλά από ένα σημείο και μετά, αν θα πήγαινε στις μικροκοινωνίες, δεν υπήρχε στην καθημερινότητά τους η διαφορά που υπήρχε στο χάρτη πια, που αποτυπωνόταν στο χάρτη. Και θα σας θυμίσω επίσης και την κίνηση αρχές πια 20ου αιώνα, υπήρξε και κίνηση ένωσης των δύο κρατών και των δύο περιοχών. Έτσι. Αυτό, γιατί πολλές φορές αρέσκομαι και στους φοιτητές μου στην Ελλάδα και το λέω, για να δείτε ότι άλλες συγκυρίες και άλλες σκοπιμότητες διέρεσαν έτσι, τους δύο λαούς και η διέρεση αυτή είναι εκ του πονηρού. Professor Katerina, you mentioned yesterday in your topic, you mentioned about the Bokalis family. This family of aristocrat origins. Can you share something about this family? Because I heard, it was the first time that I heard about this family yesterday in your topic. Αυτή η περίπτωση είναι μια αγαπημένη μου έτσι, ιστορική συγκυρία, γιατί Ky rast është një moment historik, shumë i dashur për mua dhe mjaft prekës. Pse? Duke kërkuar për çështje të tjera dhe konkretisht për praninë e mercenarëve bizantinë në ushtrinë veneciane, shumë prej tyre vinin nga gjithë Ballkani dhe kryesisht nga rajoni shqiptar,
kështu që evidentova një familje e cila kishte zbritur shumë herët në Peloponez në more, e cila ishte ngjitur në një shkallë të tillë deri në oborrin perëndorak bizantin. Pikërisht, duke ndarë së bashku të njëjtën pasuri të çmuar kulturore që diskutuam më herët, familja e cila kishte arritur të bënte lidhje familjare me paleologët e Mistras të despotatit të Mores, duke krijuar familje brenda familjes së fundit të paleologëve, e cila ndan fatin e të përndjekurve emigrantëve të Mistras dhe kaloi në perëndim bashkë me shumë grek. Familja Bohali e paraqita në konferencë, por edhe për dëgjuesit tuaj, më lejoni të bëj një retrospektiv. Familja Bohali ka mundësi të jetë me origjinë nga rajoni i Beratit. Ende nuk e kam të vërtetuar, por tani miqtë e mi këtu në Tiranë më thonë që ekziston si mbiemër edhe sot. Pra ka mbijetuar si mbiemër. Në raste të tjera do të kemi më shumë të dhëna sepse kërkimi është ende i hapur dhe ndoshta do ta përcaktojmë saktësisht. Një degë e tyre zbriti në Peloponez, ndoshta në fund të shekullit të 14, pak më herët ose pak më vonë. Megjithatë, rreth vitit 1395-1398 nis kjo histori dhe kur themi familje në mesjet, kemi parasysh një familje më të gjerë, jo një familje bërtham, baba, nën, gjyshe, por një familje e tërë me vëllezër, xhaxhallar e të tjerë, dhe ndoshta një adelfat, individ që përmes ceremonisë liturgjike të kohës, lidhje miqësore, formon edhe një lidhje familjare. Të gjithë këta kishin arritur të vendoseshin në Mistra, natyrisht me leje dhe gradualisht fitojnë një fuqi të madhe sepse futen në strukturat ushtarake në ushtrinë e despotatit. Punuan, ishin luftëtar, krah luftës së paleologëve. Dhe ja arritën dhe kemi dy emra sipas burimeve. Një burim është kronika e Frangjis, G. Sfrances, një emër shumë i njohur, një ndër protovestianët, titull nderi në periudhën e vonë bizantine që jep e generalit më të lartë dhe konsideroi kandidat për perëndor i Konstantinopojës. Një ndër historianët e rënies së Konstantinopojës, i cili shkruan për një Emanuel Bohali, i cili u martua me vajzën e Jorgji Paleologut, mbesën e Dimitër Paleologut në Mistra. Ja tek deli emri i tij. Kur ra Konstantinopoja në vitin 1453, despotati i Mistras, njohur në histori, qëndroi edhe për pak kohë. Ky despotat i njohur, por fatkeqësisht prej trysnisë otomane, nuk arriti të mbijetojë, ashtu edhe të lodhur për arsye të grindjeve të brendshme, sepse një konflikt i brendshëm kishte shpërthyer ndërmjet dy vëllezërve, Thomait dhe Dimitrit. Familja Bohali mori anën e Dimitrit, pra u ekspozua si armiq të urryer të Thomait, që do të thotë, më vonë ai e përndoqi dhe ata u larguan për në Korfuz. Por edhe vetë Thomai më vonë i përndjekur u largua. Pse u largua? Pse u shkatërrua despotati i tij? Për otomanëve u largua. Vëllai i Emanuel Bohalit, Theodor Bohali, është i pari që zbriti në frontet italiane përsëri si mercenar ushtarak. Ushtarak ishin këta njerëz, këtë njihnin dhe në këtë fushë ishin të shquar. Pjesë të familjes së tyre, por mos ta lodhim shumë me këtë, dëgjuesit tan, ata u gjendën në Venecia deri vonë. Çfarë ekzistonte në Venecia? Në Venecia sapo ishte krijuar vëllazëria helene e Venecias, bërthama e vetme ortodokse, mbledhur rreth adhurimit me kishën e Shën Gjergjit dhe Shën Nikollës. Kjo familje u regjistrua në komunitetin helen dhe vazhduan jetën dhe zhvillimin e tyre aty. I fundit i familjes, thuajse një shekull e gjysmë më vonë, 1560-1570, Leonida Bohali dhe i biri Konstantin Bohalit, të regjistruar në këtë bashkësi, dhe e njohim që tashmë është një njeri respektuar, jo ndonjë njeri i panjohur, pra thuajse një hero, ndërmjet komunitetit helen të Venecias, i vullosur në kujtesën historike, kujtimi i të cilit shoqërohet deri sot përmes provave të shumta, bashkë me helen të tjerë të Venecias. Të vendosim një pikë. Cila pasuri apo kapitali mundëson këto? I mundëson pasuria kulturore bizantine dhe besimi orthodoks. Πάλι ως μισθοφόρος, στρατιωτικός. Στρατιωτικοί ήταν οι άνθρωποι, αυτό ξέρανε να κάνουν και σε αυτό ήταν καλοί. Τα κατάλοιπα της οικογένειας, για να μην κουράζω και τους ακροατές μας, τα κατάλοιπα της οικογένειας βρεθήκαν πολλά χρόνια μετά στη Βενετία, όπου στη Βενετία τι υπήρχε? Είχε μόλις δημιουργηθεί η ελληνική αδερφότητα Βενετίας, ο μόνος ορθόδοξος πυρήνας γύρω από τη λατρεία του Αγίου Γεωργίου και του Αγίου Νικολάου, εγγράφηκαν στην ελληνική κοινότητα και εξακολούθησαν τη ζωή τους και την εξέλιξή τους εκεί. Ο τελευταίος της οικογένειας
περίπου 1,5 αιώνα μετά, 1560-1570, Λεωνίδας Μπόχαλης με το γιο του Κωνσταντίνο Μπόχαλη, που εγγράφεται στην κοινότητα και το ξέρουμε, είναι πια ένας άνθρωπος σεβάσμιος, σχεδόν ένας ήρωας ανάμεσα στην ελληνική κοινότητα Βενετίας, με κανένα στεγανό, έτσι, εθνοτικό ή οποιοδήποτε άλλο, και συμπορεύεται πια η μνήμη του μέχρι, ας πούμε, και στα τεκμήρια τα σημερινά, με τους υπόλοιπους Έλληνες στη Βενετία. Άνω τελεία. Ποιο κεφάλαιο τα επέτρεψε αυτά? Τα επέτρεψε το βυζαντινό πολιτιστικό κεφάλαιο, έτσι, και το ορθόδοξο δόγμα. Professor, we thank you so much, and we hope that we'll have other interviews in the future. I know that you are going to come again to Albania, and I'd like so much to speak about the codex, about the books that you have found, even that some of the books that you mentioned me that are written in they are in Albanian but written in the Greek letters. So you're most welcome again. Είναι χαρά μου. Και εγώ σας ευχαριστώ και για τη φιλοξενία και για το έργο. Është gëzimi im. Ju falenderoj për mikpritjen, për mënyrën që kryhet nga Kisha Ortodokse, por edhe për të gjithë të krishterët e Shqipërisë, por edhe pse jo, edhe më gjerë, të gjithë, duke dhënë një dimension kombëtar. Shqipëria, që ta dini, çfarëdo që mund të ndodhë në nivelin politik dhe çfarëdo lloji tjetër, ne jemi shkencëtar, jemi njerëz para së gjithash, jemi fqinj mbi të gjitha. Shqipëria dhe Greqia janë shumë të lidhura ngushtësisht përmes një lidhjeje vëllazërore, pavarësisht se qëllimet të tjera duan që ne të besojmë të tjera gjëra nga ato që besojmë. Με δεσμούς αδελφικούς, από ότι άλλες σκοπιμότητες θέλουν να μας κάνουν να πιστεύουν. We thank you so much, Professor. Miqtë e Median Gjallë ishim me profesoresh Katerina Kore, me profesoreshën e studimeve bizantine dhe post-bizantine të Universitetit të Venecias. Miru takofshim dhe miru dëgjofshim sërish.